Kërkoj nga qytetarët që para se të dalin të votojnë, ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit. Të gjitha kamerat regjistruese tashmë janë pranuar nga komisionet komunale zgjedhore dhe gjenden në qendrat komunale të numërimit. Numri i zarfeve të tërhequra në Berlin është 10.511, ndërsa numri i zarfeve të tërhequra në postën në kutim postare të KQZ-s në Berë është 8.000. Në 888 qendra votimi mund të mos ketë energji elektrike. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftoj të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëvullnetin e tyre politik. Me këtë rast, kërkoj nga qytetarët që para se të dalin të votojnë, ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës tonë në KQZ. Gjithashtu, bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit. Me datën 23/12/2025 janë transportuar të gjitha kamerat regjistruese të vendvotimeve dhe qendrave komunale të numërimit. Të gjitha kamerat regjistruese tashmë janë pranuar nga komisionet komunale zgjedhore dhe gjenden në qendrat komunale të numërimit. Po ashtu me datën 24/10/2025 KQZ ka realizuar transportimin e të gjitha materialeve jo të ndjeshme zgjedhore, të cilat po ashtu janë vendosur në qendrat komunale të numërimit. Materialet jo të ndjeshme të transportuara janë si në VM: 7.842 kabinat votimit, 2.614 kuti të votimit për fshirje dhe kapak të votimit, kapak të kutive të votimit, 59.381 lica të sigurisë për kuti të votimit dhe 2.652 pakot me materiale administrative që përfshihen në kuadër të këshillave të vendvotimeve të rregullta dhe të dyfishta. Po ashtu janë transportuar edhe pajisjet e teknologjisë informative për qendrat komunale të numërimit, siç janë kompjuter, fotokopit, kamerat. Me datën 23 dhjetor 2025 është kryer tërheqja e dërgesave postare nga kutitë postare në Berlin, Gjermani dhe në Bern në Zvicër. Numri i zarfeve të tërhequra në Berlin është 10.511, ndërsa numri i zarfeve të tërhequra në postën në kutim postare të KQZ-s në Berë është 8.000. Me datën 24/12/2025 zarfet e tërhequra kanë arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ku në përcjelljen e policisë ato janë sjellë në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Po ashtu janë përgatitur dhe dërguar materialet për qendrat e votimit dhe përfaqësitë diplomatike. Me datën 24/12/2025 Divizioni i Shërbimit Votuesve ka mbajtur trajnim me menaxherët e qendrave të votimit, që në këtë rast janë shefat e misioneve diplomatike. Atje kemi pranuar një raport për cilin nuk e di pse ndoshta drejtori dashte edhe me pas një raportim sa i përket kërkesës që ne kemi bërë dhe ju keni vu kontakt me KEC-in, organet përgjegjëse për të siguru energji të mjaftueshme në ditën e zgjedhjeve. Një raport të cilën ju na keni dërgu për mua shumë shqetësues për faktin se ka paralajmërime që dikun në 888 qendra votimi mund të mos ketë energji elektrike. Kjo s'do të thotë që ndoshta tërë ditën, por në këto qendra, në bazë të informatave dhe raportit që posedojmë, dhe për me keq, 666 prej tyne paraqesin rrezikshmëri të lartë, do të thotë që potencialisht nuk do të ketë energji elektrike. Kjo paraqet shqetësim të madh për faktin se nuk e di, tashmë arsohet herë dhe nuk e di se si do zhvillohet procesi në qendrat votimit ku nuk ka energji, ku nga këto 888 491 prej tyne nuk posedojnë gjenerator, të cilët do të siguronin dritat mjaftueshme për mbarvajtjen e këtij procesi. Këto shifra për mua janë shumë alarmante. Sot e kemi pasur takim edhe me Kostin, i cili është përgjegjës për transmisionin të energjisë elektrike. Pikat më problematike në territorin e Republikës Kosovës janë Rahoveci,
e cila është përndan energjinë edhe për komunën e Malishevës, do të thotë janë dy komuna që janë shumë problematike, edhe është Prizreni 1, që është zona, që është qendra e Prizrenit, ku transmisioni që furnizon Prizreni 1 e furnizon edhe komplet komunën e Dragashit. Këto janë dy problemet shqetësimet më të mëdha të kostit sa i përket transmisionit. Në anën tjetër, Keci në ditën e zgjedhjeve ka me operu dikun me rreth 1050 zyrtar që i ka me pas në teren, që i bie që në secilin qendër votimi do të ketë, secila qendër e votimit do të jetë mbulume me një zyrtar të Kecit, që do të jenë në funksion të procesit zgjedhor.